Betimi për drejtësi i është drejtuar edhe Drejtorisë së Shëndetësisë, duke kërkuar intervistë lidhur me specifikat e këtyre tenderëve. Por në këtë kërkesë është përgjigjur me shkrim drejtoresha e QKMF-s, duke shpjeguar vetëm procedurën deri te hapja e tenderit. Ndër të tjera, ajo ka thënë se arsyeja pse si institucion paraqesin kërkesa për lidhje kontratë shtesë qëndron në faktin se furnizimi nga Ministria nuk realizohet gjithmonë me sasi të mjaftueshme për përmbushjen e nevojave operative dhe për kryerjen e rregullt të shërbimeve ndaj pacientëve. Për këtë arsye, me qëllim të sigurimit të vazhdimësisë së punës dhe mos ndërprerjes së shërbimeve, ne paraqesim kërkesa për procedurat e prokurimit shtesë. Njëkohësisht, sqarojmë se lidhja e kontratës nuk nënkupton domosdoshmërisht furnizim të menjëhershëm nga operatori ekonomik, në rastet kur furnizimi nga Ministria realizohet në kohë dhe në sasi të mjaftueshme. Po ashtu, brenda listës së kërkesave tona përfshihen edhe artikuj të caktuar, me të cilët nuk furnizohemi fare nga banatorët qendrore MSH-s, andaj sigurimi i tyre përmes procedurave të prokurimit mbetet i domosdoshëm. Në një përgjigje tjetër për betimi për drejtësi, Salihi ka thënë se asnjëherë nuk ka qenë qëllimi të favorizohet një operator i caktuar. Sa i përket dezinfektuesve, kemi pas ankesa nga stafi për shkak të kualitetit, pasi në disa raste janë shfaqur ndryshime në lëkurën e duarve, duke ndërlidhur me kualitetin jo të mirë të dezinfektuesit. Andaj kemi kërkuar që të ketë në paramasa fjalën specifikacion më i mirë, duke menduar që përveç përqindjes së alkoolit, të jetë shtuar edhe ndonjë përbërës shtesë, i cili do mbronte lëkurën e ndjeshme. Në pyetjen se pse kishin kërkuar specifika të detajuara vetëm për dezinfektues dhe jo për produkte tjera, Sari është përgjigjur se me produkte tjera kanë pasur përvojë në procedurat paraprake. Për arsye se më të gjitha produktet tjera kemi përvojë nga procedurat e kaluara kontraktuese, por edhe nga leb dhe furnizim nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, kemi kërkuar mostrat e dezinfektuesve sepse kemi dashur të shiqojmë përbërjen çfarë na ofertojnë kompanitë tenderuese. Ndërsa lidhur me pretendimet se përmes këtyre specifikave u favorizua një kompani e caktuar, ajo ka thënë se është mendim i tyre personal. Çdo herë do të ketë pakënaqësi dhe në mendimet e tyre personale nuk kanë të drejtë të paragjykojnë. Komuna e Pejës sërish ka anuluar tenderin me arsyetimin se asnjë operator nuk i përmbush kërkesat. Në këtë tender kishin marrë pjesë MedPlus dhe grupi operatorëve BRT Farm dhe NSHT Med. Ky grup i operatorëve është eliminuar për mungesën e deklaratës në mbetim dhe deklaratën e konsorciumit marrëveshjen e grupit të operatorëve, ndërsa MedPlus, i cili kishte ofertuar më lirë, është eliminuar me arsyetimin se ka ofertuar me çmime dukshëm më të ulta se vlera e parashikuar. Veç kësaj, ata janë eliminuar sepse dezinfektuesi nuk i u ka përshtatur specifikave të kërkuara. Komuna kishte kërkuar që në 100 gram tretësir duhet të përmbahen së paku 89.1 etanol aktiv, ndërsa në produktin që e ka ofruar kompania përmbante vetëm 75 gram etanol.